Shko, tani edhe Izet Megjiti edhe Bilali vleni me këtë rezultat fantastik, ata mund edhe të kërkojnë zgjedhje të parakoshme, bashkë me Mickovski. Se tash Akia nuk është e përgatitur, ata janë të rahu. Një goditje akoma më të fortë. Mundet edhe një goditje edhe më të fortë dhe nuk varet ata tash lavdërohen me këshilltarë, me këshilltarët, për shembull në Tetov, unë kam këshilltar Muhan, ai është një parti tjetër, ajo ndryshon. Për kryetar vërtosh një tjetër këshilltar, një shokun time, këta mendojnë për deputet me qenë, në këto janë lokale, nuk janë parlamentare, zgjedhjet lokale me parlamentare janë sinata me ditën. Ata tash mbyten, kemi dalë fitetar, kemi më shumë votues, 20.000 vota më tepër, këta janë palla shkurt e qatë. Në Maqedoni, partia e cila e fiton Tetovën dhe Çairin është fituesi. Pra këto janë dy qendrat. Dy qendrat e mëdha, e dini pse? Se për shembull ti ka marrë Çashkën, atje ajo mirë që e ka marrë, plus edhe vleni veproi mirë, është një komunë që ka Maqedona, si dhe di ka Tito Velezi, ato bën me 2.000 vota bosh, e kupton, me 2.000 vota bosh prefekt, me 2.000 vota. Qendra ekonomike, politike, shqiptarëve është tek këto dia. Tek këto dia, edhe forca e votuesve, për shembull këtu 50.000 votues ka, atje ka me 2-3.000. Kështu që Aliameti ka marrë do komuna rurale, që nuk kanë forcë. Aliameti mbeti periferi edhe simbolikisht. Po, edhe simbolikisht. Kështu që tash ata mundon me ju jeni të Mickovskit, ju jeni Zakar, ju jeni Shërbotor, ju jeni ata kanë haruar se 24 vjet ata kanë qenë, edhe ata kanë qenë me Vomoron dhe me Leset e Madhe. Që ka vështirë momentin që bie nga pushteti që të rikthesh. Po, shko, të tregoj tash, po të bëjmë një analizë, një retrospektiv, një kronologji të partive në Maqedoni, të partive në pushtet. Kështu që jo vetëm në Maqedoni, qytetarët e Maqedonisë dhe të Shqipërisë kanë një mentalitet votues, votimi. Në Kosovë ndryshon. Për shembull në Kosovë, te shqiptarët e Maqedonisë dhe në Shqipëri, për shembull, ty të përkaj derisa je në qeveri. Kur ti zrohesh, largohen, kthehen ka qetre, e keni qartë. Për shembull, e kapim ishte PPD-ja. PPD-ja u rrëzua dhe nuk u kthye, u zhduk. Erdhi PDSH-ja. Edhe PDSH-ja u zhduk. Erdhi BDI-ja, tash BDI-ja vjen para zhdukjes, erdhi vleni, tash edhe vleni do ta çojë 20 vjet, por që mos ka Edi Rama kush mund e rrëzon atje. Apo këtu në Kosovë ndryshon, këtu 20 vjet Rama, 20 vjet Aliameti, du të them, kosovarët ndryshe, ata kanë një mentalitet ndryshe, ata për shembull herën e parë morin mbi 50% të votave Albin Kurti, po herën e dyta i kërkoi 500.000 vota, nuk i dhanë. Kështu që kosovarët e kanë atë Aredin e ka votuesit e vet, për shembull LDK-ja ka votuesit e vet, PDK-ja ka votuesit e vet, kështu që aty jo pak marron, kanë më të ngritur janë, duhet të them. Ne jemi më pushtetar, ne jemi ka të kthehemi, je ti të përkraj ty, po ti ra, hyna u, krejt mua më përkraj, ashtu është të ne. Kështu që
nuk ka ndodhur në Maqedoni që një parti të humbë edhe mos të zhduket. Kështu që e njëjta gjë është duke i ndodhur edhe BDI-s. Kjo është jeta, duhet edhe Alameti duhet ta di se çdo fillim e ka fundin. Çdo fillim e ka fundin edhe tash. Fundi është i hidhur në këtë rast. Idhur, shkari, 23 vjet ti është në pushtet.